Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri zhvilloi takime mësues të Sarandës. Duke u shprehur mirënjohjen për pjesëmarrjen e tyre në takim, Gjiknuri u shprehu vlerësime për kontributin e vazhdueshëm të tyre në edukimin e brezave. Gjiknuri pojë të flasësh me mësuesit të shkënaqësi, pasi janë njerëz që mësojnë dhe edukojnë breza. Ai theksoi se edhe vetë vjen nga një familje arsimtarësh, 3 breza arsimtar, pasi gjyshi i tij ka qenë themelues i shkollës shqipe në zonën e Bregdetit dhe Lumit të Vlorës në vitin 1920. Ai pojë se qeveria Rama i ka dhënë prioritet pagave në arsim. Paga dhe kushtet që u krijohen mësuesve janë shumë të rëndësishme, që të kemi mësues cilësor edhe në të ardhmen. Gjiknuri deklaroi se synimi i kryeministrit mandatin tjetër është që paga e mësuesit të shkojë në 1.500 euro, si dhe investimi më tejshëm në infrastrukturën arsimore, ndërsa theksoi se do të vijojë më tej investimi në kapitalin njerëzor. Flasësh me mësuesit është kënaqësi. Ju jeni njerëz që mësoni breza. Unë vetë vi nga familja arsimtarë, 3 breza arsimtarësh. Më gjyshi im ka qenë themeluesi i shkollave shqipe në Bregdetin e Shqipërisë dhe në Lumin e Vlorës, pra që 1920. Qeveria Rama i ka dhënë një prioritet pagave në arsim, për të rritur cilësinë, dhe në këtë rast paga është shumë e rëndësishme për mësuesët dhe kushtet që u krijohen janë shumë të rëndësishme që ne të kemi mësues të cilësisë së mirë edhe në të ardhmen. Synimi i kryeministrit është që në mandatin tjetër dhe e deklaruar kjo nga qeveria, paga të shkoj për mësuesët të shkoj shumë më lart. Dhe mendohet që paga mesatare në 4 vjet të ardhshme të shkojë 1.500 euro. Ne po investojmë shumë në infrastrukturën arsimore, e vlerësoj shumë armatën tuaj sepse është pjesa më e rëndësishme që edukon breza. Investimet nuk do mungojnë, por duhet investimi në kapitalin njerëzor dhe principi është që qofse ne kemi mësues më cilësor dhe dim të transmetojnë dije, po të formojmë karakter të fëmijëve, jo thjesht të japim dije, unë mendoj që ne kemi përgatitur gjeneratën në të ardhmen. Referuar kandidaturës së tij, Gjiknuri u drejtua mësuesve, duke theksuar se përmes kandidaturës së tij kanë një zgjedhje që është e provuar. Keni një zgjedhje të një njeriu të provuar. Nëse unë marr mbështetjen e gjithë qytetarëve të Sarandës, pjesën më të madhe të votave tuaj, duhet të jem përfaqësuesi juaj. Juve ju duhet një politikan i provuar, që di si lëvizin gjërat në nivel politik. Për Sarandën jam një kandidatur që lidh mirë interesat e këtij komuniteti me atë çka mund bëj qeveria në nivel qendror. Mësuesit e pranishëm në takim, duke shprehur konsiderata të larta për figurën e Gjiknurit, e vlerësuan si kandidaturën e duhur, përmes të cilit ndjen të përfaqësuar denjësisht për faktin se është person politik që i ka dhënë provat gjatë pozicioneve që ka mbajtur, duke bërë më të mirën për komunitetin. Damian Gjiknuri është një deputet potencial. Këtë radhë është kandidat për deputet në zonën e Vlorës. Unë i uroj suksese, panoj uftoj të gjithve, do vi momenti që ne do të administrojmë votën. Ky është momenti më i rëndësishëm. Jam shumë e lumtur që jam këtu sot. Kam qenë prej 15 vitesh emigrante në Amerikë dhe sot ndodhem në Shqipëri. Jam kthyer për të influencuar dhe unë sadopak për të bërë atë detyrën time sado të vogël si qytetare për një Shqipëri evropiane. Vota ime në 11 maj shkon për Partinë Socialiste dhe për zotin Damian Gjiknuri, sepse duhet të zgjedhim njerëzit me potencial. Besoj personalisht që zoti Gjiknuri e meriton sepse ka të gjitha cilësitë për të na përfaqësuar dhe për ta çuar Shqipërinë aty ku duhet. Ka eksperiencën, formimin, kapacitetin e plot cilësi të tjera. Ne të gjithë ku i takojmë një forcë politike dhe thirrja është për të votuar në Milkes dhe Damian Gjiknuri, sepse e meriton. Të votojmë në rikthesë për Partinë Socialiste, për Edi Ramën dhe aty tek kolona e kandidatëve emrin e Damian Gjiknurit.